drejtues mjetësh, kujdes, autostradat shqiptare së fundmi po monitorohen me kamerat inteligjente. Këto kamera vëzhgojnë qarkullimin dhe gabimet e drejtuesve të mjeteve në qarkullim. Aktualisht, ne ndodhemi në fshatin Zhan, ku pas shpinës time, është kamera e vendosur pikërisht mbi kalimin në fshatin Zhan. Shumë shpejt autostradat kryesore në vend jo vetëm do të monitorohen me kamera inteligjente, por me implementimin e sistemeve do të nisë dhe gjobitja e drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Kur ndodh një shkelje rrugore, kamerat inteligjente regjistrojnë automatikisht të dhënat dhe fotot përkatëse. Më pas, informacionet analizohen nga operatorët dhe i transmetojnë policisë së shtetit. Kjo e fundit verifikon rastin dhe liron gjobën përkatëse, e cila i shkon drejt për drejt drejtuesit të mjetit në sistemin elektronik të gjobave. Por cilat janë pikat që monitorohen aktualisht? Monitorimi po kryhet në fazë testimi në disa pika të zgjedhura strategjike, përfshirë golemin pranë stacionit të trenit, mbi kalimin e Spilles 1 dhe Spilles 2, zonën e quajtur si Zham sektor, si edhe bishtin e Zhurit dhe Rrogozhin. Përveç këtyre, testimi po kryen edhe në disa akse të tjera rrugore kryesore në vend. Synimi final është mbulimi i 3650 km që janë aseti inventarit e autoritetit rrugor shqiptar dhe ndërlidhja me projektin Smart City. Qendra Kombëtare e Monitorimit të Trafikut është aktualisht në fazën përfundimtare të testimeve softwareike dhe teknike, ndërkohë që po finalizohet edhe infrastruktura fizike në terren për 200 kilometrat e parë të akseve rrugore kryesore. Aktivizimi i plot i monitorimit pritet të ndodhë shumë shpejt sapo të përfundojnë këto testime dhe të sigurohet funksionimi optimal i sistemeve. Janë rreth 200 kilometra të autostradave kryesore, pjesë e këtij projekti për monitorimin me kamera inteligjente.